Është çelur në Galerinë e Arteve Eduard Lir në qytetin e Beratit, ekspozita vetjake e piktorit durrësak Arben Kristani. Nën titullin Gjurmë Penelatash, kjo ekspozitë është ekspozita e parë që çelet në këtë galeri për vitin 2026. Ka qenë drejtori i Galerisë së Arteve Eduard Lir në Berat, Arben Jaupaj, ai që në hapje të kësaj ekspozite, duke falenderuar të gjithë artdashësit beratas për pjesëmarrjen e tyre, ka theksuar se piktori Arben Kristani është një emër i njohur në artet pamore shqiptare. Ekspozita përmban 50 punime, me peizazhe nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë dhe diasporës, me portrete dhe kostume popullore. Autori Arben Kristani sjell në këtë ekspozitë punime me teknikën e vajt dhe me tematika interesante, duke synuar individualitetin dhe duke na orientuar drejt një pikture autentike. Arben Kristani është një artist i njohur i arteve pamore shqiptare, ndërsa ndërthur peizazhin me motive figurative dhe simbolike. Veprat e tij të prezantuara në ekspozita individuale dhe kolektive brenda dhe jashtë vendit karakterizohen nga penelata të qeta, shpesh me ngjyra ekspresive dhe një gjuhë vizuale personale. Piktori Arben Kristani, duke pohuar se kjo është ekspozita e tij e parë në qytetin e Beratit, e ka cilësuar atë si një nga momentet më të bukura në përfundim të punës së një piktori. Momenti kur vlerësohet nga artdashësit niveli me të cilin një piktor ka arritur të përfaqësohet me punimin e tij. Kjo është një ekspozitë e parë në qytetin e Beratit, e cila ka rreth 50 punime nga qytetet të ndryshme të vendit, por jo vetëm peizazhe, ka dhe portrete, kostume popullore, por kryesisht janë peizazhe nga qytetet dhe nga vende të ndryshme të Shqipërisë, edhe të diasporës. Është një moment i bukur në përfundim të punëve të një piktori, dhe aty shikohet niveli në të cilën ti ke arritur të përfaqësosh edhe të realizosh punimet e tua. Berati si një qytet me tradita, me kulturë, në histori dhe në mikpritjen e vetë, më krijoi mundësinë që të realizoja këtë ekspozitë, e cila u prit shumë mirë dhe krijoi atë atmosferën e veçantë në një moment pranvere në qytetin e Beratit. Kjo ekspozitë me 50 punimet më të mira të piktorit nga Durrësi Arben Kristani do të qëndrojë hapur për një javë në qytetin e Beratit.